Gjatë monitorimit të Bregdetit Tales, kemi konstatuar disa shkelje nga disa subjekte që s'kan kontratë as me Leisha Invest dhe nuk kanë pajisur mas një dokument për shfrytëzimin e hapësirës publike. Nga ana jonë po merren masat e xhopave dhe sekuestrimi i çadrave dhe i shtazlloneve. Ky aksion do të jetë çdo ditë deri në lirimin e gjitha hapësirave që janë dedikuar për qytetarët dhe për pushuesit.